Dasma shqiptare 2017 paraqet. Për shumë njerëz, diferenca në moshë në një shoqëri mund të duket si pengesë, por për mua nuk ka qenë kurrë e tillë. Unë jam 30 vjeç dhe për një kohë të gjatë, njeriu me të cilin kaloja pjesën më të madhe të ditës ishte një djalë shumë më i ri se unë. Ai ishte 22 vjeç. Pavarësisht dallimit në moshë, ne kishim një kuptim të heshtur me njëri tjetrin dhe ndanim të njëjtat shqetësime për jetën. Pika jone e takimit ishte pothuajse gjithmonë shtëpia e tij. Ishte një shtëpi private, pak e vjetër në ndërtim, por e mbajtur me një pastërti dhe rregull që të bënte të ndiheshi i qetë sapo kaloje derën. E gjithë kjo atmosferë ishte merit e nënës së tij. Ajo ishte një grua që jetën e saj ja kishte kushtuar shtëpisë. Ajo nuk punonte askund, por punonte brenda atyre mureve nga mëngjesi deri në darkë. E pika e saj e fortë, e vendi ku ajo tregonte gjithë mjeshtërinë e saj, ishte kuzhina. Ajo ishte një kuzhinjere e shkëlqyer. Unë jetoja vetëm dhe ushqehesha kryesisht me gjëra të thata ose ushqime të gatshme. Ndaj, vizitat tek shtëpia e shokut tim ishin një festë e vërtet për mua. Sa herë që shkoja, ajo kishte përgatitur diçka të re. Një ditë gjeta byrek me spinaq të sapo dalur nga furra, e një ditë tjetër tavë me meshë dhe perime, apo ëmbëlsira me shirup që i bënte vetë nga e para. Kuzhina ishte miraku i saj më i madh dhe i pëlqente jashtëzakonisht shumë kur shihte që dikush i hante me kënaqësi gatimet e saj. Gjatë asaj periudhe, unë kisha një problem shumë të madh, papunësinë. Kisha muaj që kërkoja një punë të qëndrueshme për të paguar faturat e mia dhe qiran. E kur je ngusht nga ana ekonomike, je i gatshëm të pranosh çfarëdo lloj sfide. Kështu bëra edhe unë. Pash një njoftim tek një tavernë e madhe në periferitë e qytetit që kërkonte një kuzhinier. E pa u menduar gjatë, shkova të flisja me pronarin. Shkova për ta bindur që të më merrte. I thash që kisha përvojë dhe që kisha punuar në disa lokale të tjera, edhe pse e vërteta ishte që unë mezi dija të skuqja 2 vezë për veten time. Edhe ai kishte nevojë për kuzhinier dhe më tha që isha i punësuar dhe se do filloja provën pas 3 ditësh. Kur u ktheva në shtëpi, kuptova se çfarë kisha bërë. Nuk ja kisha haberin kuzhinës. Nuk dija si të prisja mishin, si të menaxhoja kohën apo si të bëja salsat. E u ndjeva i dëshpëruar dhe i bindur që do të më pushonin me turp që në orën e parë të punës. Të nesërmen në mëngjes, shkova tek shtëpia e shokut tim. Ai kishte ikur në një kurs, ndaj në shtëpi ishte vetëm nëna e tij. Ajo po lante disa enë në lavaman, e kur me patë e zbehtë dhe të mërzitur, e las shfungjerin dhe me pyeti çfarë kisha. Unë ula në karrigën e kuzhinës dhe i tregova gjithçka. I tregova për gënjeshtrën, për punën e re dhe për faktin që isha plotësisht i paaft për atë rol. Nëna e shokut nuk më qortoi. Fshiu duart me përparsen e saj, u ofrua tek tavolina dhe ma dha një zgjidhje që më shpëtoi nga ajo situatë. Dëgjoj këtu, më tha, kuzhina ka vetëm një rregull. Duhet të kesh dëshirë ta mësosh. Punën nuk do ta humbasësh. Do të mësoj unë se si të bëhesh kuzhinier. Hajde këtu çdo paradite para se të shkosh atje dhe do t'i provojmë të gjitha recetat me radhë. Dhe ashtu bëm. Për ditë me radhë, unë u ktheva me nxënësin e saj.
e shtëpia shokut tim ishte bosh para diteve, kështu që unë dhe ajo kishim gjithë qetësinë që na duhej. Ajo me mësoj si të mbaja mjetet e punës me saktësi, me tregoj si të rregulloja shishën e gjellave kur hidhja shumë krip, dhe se si të kuptoja kur mishi ishte gati pa e prerë. Kisha shumë vështirësi në fillim dhe lodhja ishte e madhe. Të qëndrosh në këmbë, mbi tenxhere të nxehta, kërkon durim, por ajo nuk u dorëzua kurrë. E kur fillova punën në tavern, isha i përgatitur. Gërshëtimi i recetave të saj me vullnetin tim bëri që pronari të ishte shumë i kënaqur me mua. E kisha kaluar proven dhe u bëra kuzhinieri zyrtar i turnit tim. Por gjatë punës sime në atë tavern, nuk isha vetëm në pjesën e prapme të lokalit. Aty punonte edhe një kolege tjetër. Ajo merrej me përgatitjen e pjatave të ftohta dhe ndihmonte me porosit. Ishte një vajzë shumë e bukur, e qetë dhe gjithmonë e sjellshme. Që në ditët e para, ajo më tërhoqi vëmendjen. Kisha dëshirë të krijoja një bisedë me te. Ta ftoja për një kafe pas punës, por kisha një defekt të madh. Unë kisha jashtëzakonisht shumë turp. Kur ajo me fliste, unë i ktheja përgjigjet e shkurtëra dhe ktheja kokën përsëri tek gatimi. Nuk dija si të flirtoja dhe më mungonte plotësisht guximi për të bërë hapin e parë. Një paraditë teksa isha në shtëpinë e shokut tim, duke praktikuar një recetë të re me nënën e tij, mendja ime ishte diku tjetër. Po harroja hapat e gatimit dhe po gaboja në përzierje. Ajo e kuptoi me njëherë që unë isha i shqetësuar. E uli nxehtësinë e sobës dhe më pyeti drejt për drejt se çfarë po më shqetësonte. Nuk është puna, i thash hapur. Por në kuzhinë atje punon edhe një vajzë, e shumë e bukur dhe më pëlqen. Por unë nuk di si t'i qasem. Rrisi me mec para saj dhe nuk gjej dot dy fjalë të sakta për t'i thënë. Nëna e shokut filloi të buzëqeshte. E la lugën e drurit mbi marak dhe mu kthye me një fytyrë të qetë. Nëse arrita të mësoj si të bësh një tavë të plot për 20 veta, më tha ajo, atëherë do të mësoj edhe këtë gjë. Por femrat nuk duan fjalë të mëdha, duan vëmendje dhe dike që e di se çfarë kërkon. Do të tregoj unë se si ta bësh për vete, më tha nëna e shokut. Ajo ditë u kthye në një lloj mësimi krejt tjetër. I la me një anë recetat e ushqimit dhe filloi të më shpjegonte se si të komunikoja. Më tregoi si t'i bëja komplimentet e vogla të sinqerta, pa unë ngarkuar, me mësoj se si ta dëgjoja kur ajo fliste për ditën e saj. Ishte hera e parë që dikush me fliste kaq hapur për këto gjëra, dhe këshillat e saj kishin një logjik të fortë. Situata në kuzhinën e asaj shtëpie u bë shumë e qetë. Jashtë ishte një paraditë e zakonshme, ndërsa ne ishim thelluar në një bisedë shumë personale. Fjalët dhe komplimentet janë hapi i parë, më tha ajo pas pak. Zëri i saj ishte i shtruar. Po sikur gjërat të shkojnë aq mirë, saqë të vi puna që ti duhet i dhërosh një puthje asaj vajzës, çfarë do të bësh? Më pyeti nëna e shokut. Unë ndjeva një bllokim të menjëhershëm. Ula shikimin drejt tavolinës. Jo, i thash, me zë të ulët, nuk e bëj dot. Unë kam shumë emocione, kam turp ta puth. Kur vjen puna aty, truri im dalon se funksionuari dhe unë tërhiqem, e nuk kam guxim, i thash asaj. Ajo më ndëgjoi teksa flisja dhe nuk tha asgjë. Ajo ishte mbështetur tek banaku, derisa unë po qëndroja pak me tutje pranë tavolinës së ngrënies. E pastaj ajo la përfundimisht gjithçka që kishte në dorë. E po mirë, tha ajo. Atëherë ta heq unë këtë turp. Do të mësoj unë që të mos kesh asnjë frikë kur të vi ai moment.
Unë ngritet nga karrigja ime, i dola përpara pa ditur saktësisht se çfarë priste ajo nga unë, ndërsa ajo rrinte aty. Qëndronte e qetë e unë ngrit pak në majat e gishtave dhe pa hezituar fare me puthi drejt për drejt në buzë. Ishte një veprim i vendosur që ma hoqi atë pasigurinë e grumbulluar brenda meje prej shumë vitesh. Me puthi disa herë në buzë, e pasi ajo u ndal, qëndroi aty përballë meje dhe me shikonte dhe nuk mund ta ndalte të qeshuren. Tani, tha ajo, dua që të më puthesh ti, dua ta shikoj se sa ke mësuar nga gjithë kjo. E po si çuditërisht, unë nuk kisha më asnjë lloj turpi, e gjithë pesha e emocioneve të mia u zhduk. Edhe unë, sikur ajo, bëra një hap para, i kalova duart rreth saj, fillova ta lëdhatoja lehtë në pjesën e qafes dhe e putha në buzë me dëshirë të plotë. Duke sikur këtu do përfundonte gjithçka, por ajo përsëri filloi të më puthte mua, ma ktheu puthjen pa asnjë kundërshtim. Tashmë askush nuk dinte të ndalonte. Unë vazhdoja duke e puthur, e ajo duke me puthur mua. Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjini videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjini subscribe.